Vetëm një detaj do t'jap, vetëm për gjatë vitit 2019-2022 ne në Ekuador kemi 6 shteta shqiptarë të vrarë, që janë vrarë atje përgjithsisht për prishjen e pazareve të drogës. Dhe disa prej këtyre vrasjeve, për të informacioneve që dini në mediat e Ekuadorit, ne i pam dhe në Sky ECC, pra episode që lidheshin direkt me këto vrasje. Dhe e gjitha kjo ju mendoni që ka ndodhur pa bekim qeveritar në Shqipëri, pra këto lehtësira për kartelet e drogës, por unë kam përshtypjen që situata ka agravuar që pas ardhjes së zotit Trump në pushtet. Dhe thirrja e zotit Dumani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pikërisht për këtë problem, kam përshtypjen që është një sinjal i qartë. Por nuk duhet harrojmë që kjo thirrje e zotit Dumani në Departamentin Amerikan Shtetit ka dy elementë të cilës i paraprin, që është e para goditja e disa karteleve përgjatë vitit fundit, që informacionet kuptohet kanë ardhur nga partnerët ndërkombëtar pavarësisht zvarritjeve që mund të ketë patur nga pala shqiptare, dhe e dyta zyra fizike e DEA-s në Tiranë dhe kërkesa e ambasadës amerikane që qytetarët shqiptar të çojnë direkt informacion për grupet e lidhura me narkotrafikun.